Ndodhemi në një prej lagjeve më të vjetra të qytetit të Përmetit. Ajo që bie menjëherë në sy është arkitektura e veçantë e ndërtimit të shtëpive, me mure guri, çati tradicionale dhe oborre të rregulluara me kujdes. Po aq mbreslënse është edhe mikpritja e banorëve, të cilët ruajnë me krenari traditat dhe kulturën e zonës. Në çdo port që troket ndihet mikpritja e banorëve. Të tëra gatimet e vjetra që na ka lënë gjyshe tona i ruajmë. I ruajmë gjithmonë e do t'ja u lëm brez pas brezi këto tradita tona. Bëra një byrek me hithra se kam fëmijët e vajzës aty dhe më kërkuan byrek me hithra dhe ja u bëra. Bëjmë tëranan, bëjmë petkat, bëjmë tërhanin e ashpër. Glikot përmetare janë të tëra, edhe reçelnat i bëjmë të gjitha. Patjetër që i ruajmë traditat dhe ne këtë e kemi ndjekur edhe nga paraardhësit tanë, edhe vazhdojmë ta bëjmë sot edhe t'u lëm edhe të tjerëve. Për shembull, traditat jonë janë edhe gatimet, edhe mikpritja, edhe respekti për të tjerët. Japim rëndësi edhe pastërtisë, bukurisë, kur jenë tani marsi, fillojnë ndryshojnë koha, fillojmë hapim lule. Arkitektura e lagjes tërheq vizitor vendas dhe të huaj, të mahnitur nga bukuria e saj. Është një edukat që është përcjell për shumë breza dhe besoj se do vazhdoj të ruhet. Por nuk bëhet fjalë vetëm për arkitekturën, sepse në gjëra tradicionale duhet filluar që nga gjëja më e vogël. Nëse do vini në sezon, sepse tash është pak periudhë vështirë, do shikoni që një pjesë e mirë e tyre jo vetëm çuditën, po mahniten nga ajo çfarë gjejnë këtu. Jo vetëm nga gjërat karakteristike, por edhe nga natyra. Është një natyrë ndërthurur në mënyrën më të mirë të mundshme, ku kemi dhe malin, dhe luginën, dhe kodrën, dhe fushën. Imagjino këtu fut edhe këtë pjesën tjetër të ruajtjes në karakteristikës së lagjes së vjetër të qytetit të Përmetit, dhe pyetja ose më saktë përgjigjja atyre është që si ndodhemi ne këtu. Në Përmet, çdo rrugicë, çdo port flet për një kulturë që mbetet e gjallë dhe të fton ta vizitosh.